Është një periudhë ndryshimesh të mëdha te Milan, megjithse do të duhet të presim deri në fund të sezonit për zyrtarizimin e tyre. Ndërsa drejtori sportiv Iglitare është tashmë jashtë projektit, e ardhmja e pjesës tjetër të departamentit sportiv të kuqezinjve mbetet në ajër. Ndërsa presim të shohim se si do të përfundoj sezoni, Gjeri Kardinale po punon për të identifikuar talente të reja të mundshme për të ardhmen e afërt. Gianluca Di Marzio Picom raporton se një nga opsionet që po shqyrtohen për rolin e drejtorit të ri sportiv është një tjetër shqiptar, Viktor Bezhani, aktualisht drejtori i Toulouse-s, një tjetër klubi Redbird. Gjatë kohës së tij në klubin francez, drejtori shqiptar u dallua për punën e tij të shkëlqyer në zhvillimin dhe shitjen e talenteve, siç është J.D. Canvot te Crystal Palace për 23 milion euro. Gjithsesi, çdo vendim përfundimtar do të duhet të presë deri në fund të sezonit. Në minutën e 66 të ndeshjes Lazio Milan, Rafael Leao bë protagonist për keq pasi nuk ishte dakord që t'i linte vendin gjermanit Füllkrug. Portugezi doli ngadalë nga fusha duke protestuar hapur për vendimin e trajnerit Allegri, edhe pse kuqezinjve i duhej të përmbysnin rezultatin 1-0. Në këtë moment, regjia fokusoi drejtorin sportiv të Milanit, Iglitaren, i cili u shfaq shumë i nervozuar me portugezin Rafa Leao. Tare po fliste me Matteo Gabian duke ju ankuar për sjelljen e yllit të ekipit, i cili më pas refuzoi dhe përqafimin e trajnerit Massimiliano Allegri.